E kanë bo këto pa asnjë cent pagese. Për ato duhet ta falenderoj se Remzia e kum pas një shoqni, domethënë para se mi martu djemt, po jo nuk e kum ditë që ajo do të vjen vullnetaret e unë. Momentin kur i kum tregu që e kum da datën e darsmës, më ka thonë që pritëm vetëm 5 minuta, du me të thonë diçka. Edhe u konsultu me siguria ka datat e zanme. Edhe më ka thirrë në telefon, më ka thonë me 5 shtator, une me gjithë në gjatin do t'jem këngëtar të ndarsëm tane, pa shpenzime kur gja heq. Edhe mu më ka orë në këtë rast që fjala Selvirit, kur ka shku në Francë që ma ka thonë, unë edhe i vdekën më konë, për hallet e tua prapë ko më konë për kratije. Edhe unë këtë rast i ku menu që me të vërtet, se kjo ka arë për atër dëshmorit, ndoshta jo edhe për mu që pak si shoqe, po dëshmori ka vlerën më të madhe, edhe i kum në ato momente një më kanë thënë edhe prekshme, po edhe krenare që pas ka njerë që po të respekton prap hatri dëshmorit. Remzia u kanë me gjithë në gjatin, e kanë bo një darsëm, dhe më thonë, nuk është nalë heq, gjithë ka valzu, gjithë ka knu. Unë e kum një vetin, pavarësisht asaj që më kanë e lëndu me në anën tjetër, se është ranë, është shumë zorë, një krye familjar, pa e pas, me nis një darsëm me 2 nuse, është pak e fshirë. Ka shku gjithë kjo darsëm pa lot? Po, shumë pak jem... Sa ka qenë vështirë për me menaxhu? është kanë vështirë, po hatri fëmijëve, as një pik lotit, jam ledh pak dikon, është edhe foto, po prap jam majt në temën që nuk do të me qajtë se mi kalon shqyqyr zotit që janë bon për martesa, edhe për me kriju familjet veta. Vështire kum pas, e sidomos kur i kum nis Krushit. Vjerën e kum pas, po kon i moshun, edhe më zhdasht vetë në se cilën pjesë, qoftë edhe të burrave, me orientu se fëmijët të ditë po, krejt darsmën më dasht vetë, më kanë ndihmu kojshit, dhe më thonë që i kemi afër, po prapë është krye familjari aj që të mungon, e kum pas pak të vështirë, po momentin që janë nis Krushit, më ka thirrë Remzia prapë, sigur me u konë aty që i ka pa Krushit që jam nis, edhe më ka thirrë, më ka thonë që ti je fort, nuk bën mu dërzu, se prej zanit